Vetëm në harkun kohor prej disa ditëve nga Madridi do të jemi në Manastir. Nga përballja me Rayo Vallecanon na pret tani dueli me Pelisterin. Si e menaxhon skuadra këtë ndryshim? Ishte një lojë shumë e rëndë në Madrid me Rayo Vallecano, amo ishte një eksperiencë shumë e bukur për djemët. Një lojë si para herë që kemi luajtur kundër kësaj ekipe të La Ligës, shumë të fortë. Amo dhe harrojmë këtë, do shkojmë Pelister dhe inshallah me 3 pikë. Mirë, Shkëndija kërkon fitore në çdo ndeshje dhe për të arritur këtë ndaj Pelisterit, a mendon se duhet më shumë punë në aspekt psikologjik për të menaxhuar këtë moment në drejtim të nxjerrjes maksimumit, sepse nga Europa luash në kampionat, megjithatë ka të diferencën e vet. Normalisht si Shkëndija shkon për çdo lojë në Maqedoni për 3 pikë, nuk do jetë lojë e lehtë, amo na shkojmë për fitore për me arrit suksesin e klubit tonë për me konë paret në kampionat. Pas ndeshjes me Pelisterin, pason pauza kampionale për shkak ndeshjeve ndërkombëtare. Sa është më rëndësishme shkohet me 3 pikë në pauzë dhe a mendon se vjen ky pushim, themi mini pushim në momentin e dur për të marrë veten nga ngarkesat që kemi patur këto ndeshje? Këto 3 pikë do jesin shumë të mira për ne, do hypim edhe më lart në tabelë, edhe do na lehtëson shumë se do shkojmë në një pauzë shumë të mirë për çunat që na duhen shumë mas këto udhave si kemi po të lojët e vërpan, edhe unë besoj si do bëhet në vazhdime më mirë e më mirë.